Maska me kozë që zhduk rrullat për një ditë, ja receta si ta përgatisni. Të riktheni lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhuroni asaj më shumë energji të reja pas ditëve të lodhshme me smog dhe me stres, është vërtet e vështirë. Ja disa maska natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të ndihmojnë të keni një lëkurë më të pastër, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu krijimin e akneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një aleat perfekt i lëkurës për të kujdesur për të, falë cilësive të tij qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duke krijuar maska natyrale me kozë do të krijoni gjithashtu një mbrojtje më të mirë natyrale për lëkurën tuaj. Duhet kujtuar se kosi ka aftësi shumë më të mira për të aktivizuar elementet përbërës të produkteve të cilat përzihet, duke ndihmuar kështu në eliminimin e papastërtive dhe sigurisht në një mbrojtje më të mirë të lëkurës suaj. Ndaj në këtë video do të rendisim disa maska natyrale me përbërës bazë kosin dhe me produkte të mira të cilat do ju ndihmojnë në një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe lehtësimin e inflamacioneve të saj. Maska me kozë dhe kivi mund të jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë e lëkurës. Kivi është shumë i çmuar pasi përmban substanca që japin lëkurës edhe shkëlqimin e munguar. I pasur kryesisht me vitaminën C, vitaminën E, ky frut përmirëson lëkurën edhe falë përmbajtjes së antioksidantëve të tij, në veçanti vitamina C që bën gjithashtu edhe zbardhjen e lëkurës dhe eviton njollat e ndryshme të saj. Kivi ka gjithashtu aftësi antiinflamatore natyrale që ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave të tjera të lëkurës. Madje mund të përdoret si një skrap për lëkurën në mënyrë të lehtë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet të mira. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Merrni tulin e një kivi të cilën e shtypni mirë me një piru, më pas shtoni kosin dhe përzieni derisa maska të jetë e njëtrajtshme. Pasi keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar dhe e lini në fytyrë për gjysmore dhe më pas e shplani. Këshillohet që kjo maskë ta aplikohet të paktën një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse në dukjen tuaj të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se maskat me kozë mund të jenë një zgjidhje shumë e lehtë për shëndetin e lëkurës dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe inflamacionet e saj. Kombinimi i kosit me mjalt mund të jetë një alternativë shumë e çmuar në dukjen e lëkurës suaj. Kjo maskë është vërtet klasike. Maska me kozë dhe mjalt është një produkt fantastik kundër rrullave, gjithashtu dhe një qetësuese e mirë që mund të arrijë të sjellë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj. Mjafton që të merrni një lugë gjedhe kozë dhe një lugë kafeje mjalt. I përzieni ato derisa të arrijë një masë të njëtrajtshme dhe më pas e aplikoni në lëkurën tuaj. E mbani derisa të thahet dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm. Kjo është një maskë hidratuese shumë e mirë e lëkurës, sidomos asaj të lodhur nga stresi i vazhdueshëm i punës dhe smogu i ditës. Kos në kombinim me arrën e kokosit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për lëkurën e fytyrës. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjedhe miell kokosi edhe një lugë gjedhe miell qiqrash, të cilat mund të jenë perfekte për lëkurën mikse, sepse efekti skrap evidentohet shumë dhe vitaminat që ndodhin te qiqrat dhe kokosi penetrojnë në thellësi lëkurën. E lini maskën të veprojë për të paktën 10 minuta në lëkurën tuaj dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet të mira dhe mirëbërëse në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve dhe problemeve të saj. Këto maska, nëse aplikohen vazhdimisht në kushte shtëpie, rezultatet që do t'i japin në mbrojtjen e lëkurës do të jenë vërtet të mira, duke i dhënë kështu lëkurës një mbrojtje më të mirë dhe duke evituar komplikacionet e saj. Kos në kombinim me kastravecin mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e një maske natyrale, e cila mund të arrijë kushte fantastike për mbrojtjen e lëkurës. E këshillueshme veçanërisht për lëkurën e thatë dhe atë të skuqur. Kjo maskë gjithashtu është shumë e pasur me elementet e saj ushqyes, të cilat mund ta mbajnë lëkurën tuaj më të mbrojtur, më të shëndetshme dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet e saj.
Realizimi i kësaj maske në kushte shtëpie sigurisht që do ju jap një lëkurë më të bukur. Kastraveci është i njohur për aftësinë e tij hidratuese dhe qetësuese dhe në bashkëpunim me kosin ka fuqi të mira shëruese dhe ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojiten shumë për të përgatitur këtë maskë. Është e thjeshtë dhe arrihet me përzierjen e kastravecit të prerë me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes varion në varësi të kushteve të lëkurës. Nga 10 minuta deri në gjysmore është më së këshillueshme për të marrë efektet e saj dhe për të ndihmuar në mbrojtjen më të mirë të lëkurës. Aplikimi i këtyre maskave në kushte shtëpie mund të jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë në dukjen e lëkurës suaj dhe lehtësimin e inflamimeve të saj. Kosi në kombinim me limonin mund të jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë e shëndetit të lëkurës dhe të ndihmojë në parandalimin e njollave dhe shqetësimeve të ndryshme të saj. Për kë që ka një lëkurë mikse ose të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm në recetat e tyre. Shtrydhni gjysmën e një limoni dhe e miksoni gjithashtu edhe me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar qarkullimin e gjakut në lëkurën tuaj. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe miksoni atë me kosin. Aplikoni maskën në fytyrën tuaj dhe e lini të veprojë derisa maska të thahet, dhe kështu rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Këto maska në kushte shtëpie do t'i japin gjithashtu një mbrojtje efektive të lëkurës suaj dhe do të parandalojnë komplikacionet. Lëkura e fytyrës, duke qenë se është në kontakt me ambiente të ndryshme 24 orë në ditë, ka nevojë për kujdesjen e duhur. Nuk mjafton vetëm të pastroni dhe ta hidratoni, por rutina e kujdesit përfshin gjithashtu eksofilimin. Maskat dhe masazhet e ndryshme, të cilat në kushte shtëpie mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe të lehtësojnë edhe komplikacionet e saj. Nuk mjafton vetëm që ta pastroni, por në këtë recetë do të rendisim disa maska natyrale, të cilat në kushte shtëpie mund t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Në qoftë se lëkura juaj është e thatë, kombinimi i kosit, avokados dhe vajit të ullirit do të jetë alternativa më e çmuar që i duhet lëkurës suaj. Përzieni gjysmë gote me kos, gjysmë avokado të bërë pure. Pasi të jetë formuar një masë mirë homogjene, shtoni gjithashtu një lugë vaj ulliri. E aplikoni atë në lëkurë dhe e lini që të relaksohet për të paktën 15 minuta. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë. Në qoftë se lëkura juaj është shumë me puçra ose me akne, mund të kombinoni këto përbërës: kosin, bananen dhe një lugë shafrani ndije. Kaliumi i bananes ngadalëson gjithashtu edhe rritjen e bakterieve që shkaktojnë puçra. Përzieni përbërësit e gjysmë gote kos, gjysmë banane dhe një lugë shafrani ndije, e bëni masën homogjene dhe më pas e aplikoni për të paktën 10 minuta në lëkurë me lëvizje rrethore. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike në dukjen e lëkurës dhe lehtësimin e acarimeve të saj. Në qoftë se keni një lëkurë që është e zbehtë dhe pa jetë, mund të kombinoni kosin, limonin, gjithashtu mjaltin dhe kanellën. Kombinimi i këtyre përbërësve do të japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve të saj. Kjo përzierje do të largojë kështu qelizat e vdekura nga lëkura, do të nxjisë një qarkullim më të mirë të gjakut dhe rikthen gjithashtu ndriçimin e munguar në fytyrën tuaj. Mjafton që të kombinoni edhe një lugë gjedhe me lëng limoni, një lugë gjedhe me mjalt dhe gjysmë gote me kos. Shtoni pak kanellë dhe gjithashtu i përzieni derisa të formohet një masë e njëtrajtshme. Masën e përfituar duhet ta aplikoni në lëkurën e fytyrës me lëvizje rrethore. E lini të qëndrojë për të paktën 15 minuta. Më pas e lini atë që të thahet dhe e shplani me ujë të bollshëm. Kështu do të keni një lëkurë edhe plot gjallëri dhe mbi të gjitha do të evitoni një sër komplikacionesh që i kanosen asaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.